Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Sot fillojmë leximin e librit të Rutës, por do ta përfundojmë herën e ardhshme. Kaq shkurt sepse është libër shumë i shkurt, ka vetëm 4 kapituj. Sot lexojmë 2 kapitujt e parë, pjesë prej 2 kapitujve të parë. Leximin e tekstit e bën Leonita Kajtazin nga Prizreni, kurse katekezen Adelina Palushin nga Prishtina. Ta bëjmë tani një hyrje të shkurtër tek libri i Rutës, të cilin e gjejmë në pozita të ndryshme brenda kanoneve të Biblës. Në Biblën hebraike është pjesë e librave të urtisë, ata e quajnë Ketuvim, është libri i shkrimeve sipas traditës së tyre, është pjesë e 5 Megillot, rrotullave të festave, që lexohen në liturgjinë hebraike. Ruta lexohet në festën e Shavuot, në festën e javëve, 50 ditë pas Pashkëve. Është periudha e të korrave të pranverës kur festohen Pashkët, e kemi thënë disa herë, dhe duke pasur parasysh për mbajtjen e librit, ku kulminacioni i tregimit ndodh në fushën e të korrave, periudha e të korrave është arsye kryesore pse ky libër lexohet në këtë kohë. Megjithatë, tek përkthimi grek i të 70-ve ose Septuaginta, si thirret ndryshe, dhe tek përkthimi latin i Vulgatës, Rut, libri Rutës gjendet fill pas librit të gjyqtarëve, sikurse e kemi edhe ne pra patjetër në Biblën tonë. Prandaj edhe lexojmë pas librit të gjyqtarëve. Kjo ndodh sepse tek libri Rutës kapitulli i parë, rreshti i parë, tregimi ambientohet bime shëfota shoftim në kohën e gjyqtarëve, në kohën kur gjyqtarët ishin në pushtet. Sipas të 70-ve dhe Vulgatës, Rut është vazhdimsi e periudhës së gjyqtarëve, e cila, do ta themi edhe më vonë, ishte periudhë turbullt e historisë së Izraelit, e kemi parë. Vazhdimsi midis kësaj periudhe dhe epokës së mbretërve, epokës së dinastisë së Davidit. Titulli Rut vjen prej protagonistës kryesore të tregimit. Rënja e emrit Rut do ta shohim më vonë, ka kuptimin e miqësisë, shoqërisë. Ky emër pra tregon mirësinë e saj besnikëri ndaj familjes së vet, ndaj traditave të familjes në të cilën është martuar. Disa studiues mendojnë se i shkruar para mërgimit, shekullit pra dhe deri në shekullin e 8 para Krishtit, si për shembull Campbell. Ai sipas tillë Hubbard argumentojnë këta dy se një datë e hershme rreth epokës salomonike, për arsye se libri ka një hebraishtje klasike që i përgjet një fije periudhës para mërgimit. Aty tregojnë zakone shumë të vjetra, sikurse ceremonia sandales që do ta shohim herën e ardhshme, dhe e gjejmë te libri Rutës kapitulli 4 rreshti 7, por edhe te libri Rutës kapitulli 4 rreshtat 18 deri 22 insistohet tek trashëgimia e Davidit që vjen pra pikërisht prej familjes së saj, ishte stërgjyshja e Davidit, do ta shohim. E kemi thënë edhe herëve tjera. Studiues tjerë kanë propozuar një datë shumë të hershme, sepse teksti të thekson shqetësime mbi statusin e të huajve, paraqet Zotin si hyjtë e Izraelit, dhe disa elemente tjera të teologjisë së historisë deuteronomistike i kanë shtyr disa studiues të mendojmë se Ruta i shkruar para mërgimit. Shumica autorëve pra mendojnë se është shkruar pas mërgimit, të themi të vërtetë, në shekullin 5, shekulli 4. Kjo ishte edhe mendimi aktual i shumicës më të madhe të studiuesve. Këtu gjejmë sipas tyre një fjalor me sintaks të aramaishtes, si edhe disa formulime të fjalive edhe pse në hebraisht në stilin e aramaishtes, të cilën aramaishtën e kishin folur në Babiloni, pra duket se akoma ndikonte aramaishtja te sintaksa e tyre. Polemikat migrate huaja që përmend librin i Esdres, kapitulli 9 dhe Nehemis, kapitulli 13, theksojnë se ishte krejt e ndaluar martesa me gratë huaja, mund të ketë qenë shkas që të shkruhet libri Rutës, sipas disa autorëve. Tani nuk po përmendim emrat e tyre për të ju kursyer kohë. Ky libër thekson pra sipas këtyre autorëve se nuk ka asgjë të keqe martesa me të huaj, nëse gruaja e huaj është besnike familjes dhe traditave të burrit të vet. Rut, që një bashkëshorte besnike, mohabite ndoshta edhe më mirë se shumë anëtarë të popullit të Izraelit. Duket sikur libri i Rutës hyn pra në konflikt me këto tradita të librave të Esdrës dhe të Nehemis, të cilët ishin kundra martesave të izraelianëve me gratë huaja. Gjinia letrare e këtij libri është e vështirë të përcaktohet, sepse gjejmë shumë skenare e tema të ndryshme, disa kanë konsideruar si novel, një tregim historik, tregim
i urtë i ngjashëm me librat e urtisë, tregim teologjik e tjera tjera. Është padyshim tregim ose një shkurticë letrare, ndoshta një skicë letrare e punuar me shumë kujdes. Përdor të dhëna historike për të theksuar elemente teologjike. Cilët janë elementet kryesore teologjike? Elementi i parë është fjala chesed, fjala mirësi, që është koncepti kryesor teologjik i këtij tregimit. Fjala chesed përdoret disa herë te libri i Rutës, përmendet tek Ruta kapitulli 1 rreshti 8, kapitulli 2 rreshti 20, kapitulli 3 rreshti 10. Kjo fjalë përmbledh ndoshta krejt teologjinë e librit. Përkthehet chesed si dashuri, mirësi, bujari, në forma shumë ndryshme, por që të gjitha të tregojnë mirësi. Është fjalë që tregon vepër të mirë, mirësi konkrete. Pra Rut ushtron chesed ndaj Naomi, ndaj vjerrës së saj, sepse refuzon të braktisë. Boaz, ka ana tjetër, burri i arshëm i Rutës, ushtron chesed ndaj Rutës, edhe ndaj Naomit, sepse u ndihmon të dyjave, i mbron dhe i shpërblen. Do ta shpjegojmë këtë fjalë herën e ardhshme, fjalën gaal, fjalën shpërblim. Por edhe Zoti ushtron chesed. Chesed e Zotit shfaqet këtu në forma nga më të ndryshme. Është një ndër librat e rrallë të shkrimit shenjtë, libri i Rutës, në të cilin gjithkush gjithkujt i bën vetëm mirë. Lexuesi që kalon prej librit gjyqtarëve, ku kemi gjetur çfarë do lloj poshtërsirash brenda skenarit të librit, kur lexon librin e Rutës, habitet një fije. Kënaqet, sepse këtu nuk gjejmë asnjë veprimtari të keqe të ushtruar prej askujt. Një tjetër temë teologjike është e lidhur me provaninë hyjnore. Bën përshtypje se emri i Zotit te ky libër nuk përmendet tepër. Kur përmendet është në kontekstin e bekimeve dhe dëshirave. Për shembull, Naomi i bekon rejat e veta, u tha kështu: shkoni në shtëpia të nënëve tuaja, Zoti pas dhimbje për ju, siç të ftuat edhe ju të dhimbshme me të vdekurit e me mua. Bev Zoti e gjetshi paqe në shtëpitë e burrave tuaj, që do t'i keni fat. Dhe u përqafua me to. Dhe ja, ai vet erdhi prej Betlehemit, e i përshëndeti kortart, u tha: Zoti me ju, kapitulli 2 rreshti 4, edhe rreshta tjera. Tek libri i Rutës, pra, Zoti përmendet disa herë në kontekste bekimesh, por Zoti asnjëherë ai vet nuk e merr fjalën për t'i thënë diçka dikujt. Zoti qëndron në sfond, edhe pse shumë i pranishëm, sikur se do ta shohim. Një tjetër temë teologjike e rëndësishme këtu te ky libër është përfshirja të huajve. Ligji për trirë, kapitulli 23 rreshta 3 deri në 4, thot kështu: as i përzierit mos pranohet në bashkësinë e Zotit, as në të 10 brez. Amoniti dhe Moabitit mos hyjnë në mbledhjen e Zotit as në të 10 brez askurr, sepse nuk deshen t'ju dalin në takim me bukë e me ujë në udhtim kur ishin të dalë prej Egjiptit, dhe sollen kundër te Balaamin, birin e Beorit, e kështu me radhë. Autori i këtij libri propozon rishikimin e kësaj rregullore. Ai sugjeron se është vepër e mirë pranimi i të huajit në kundërshtim me rregulloren e ligjit të përtrirë, kapitulli 23, rreshta 3 deri në 6. Libri i Rutës insiston në nevojën e pranimit të huajit. Dhe e fundit, tema shëlbusit. Kjo ka të bëjnë me ligjin e Leviratit, e kemi shpjeguar kur kemi lexuar librin e Zanafilës, kapitulli 38, historinë e Tamarës, e Manimen dhe Judës. Por po e përsërisim, një antar i familjes së dikujt që kishte vdekur e kishte detyrë të marrë për grua nusen e kushinit të vet me qëllim që t'i linte trashëgimtar. Booz ishte kushini më i afërt i burrit të Rutës, prandaj e mori për grua. Interpretimi i ligjit të Leviratit këtu shkon më gjerësisht tek Zanafilla, kapitulli 38, atje vllau merrte për detyrë lënien e trashëgimisë vllaut të vet që kishte vdekur, por patjetër e dim se burri i Rutës, Kilion, nuk kishte vlla, sepse Mahlon, vllai i tij, kishte vdekur dhe Ruta nuk kishte asnjë të afërt tjetër të burrit të saj, prandaj Booz doll të jetë një prej kusheve më të afërt që ekzistonin, dhe ai e dinte rregulloren e Leviratit dhe ai pranon ta marrë Rutën për grua. Elementi thelbësor teologjik në fund të fundit është fakti se Ruta është stërgjyshja e mbretit David. Këtu pra vrem në veprim provaninë hyjnore. Zoti zgjell gra të caktuara që nëpërmjet tyre të vazhdoi trashëgimia e bekimit që i kishte dhënë Abrahamit. Këto 4 gra i kemi përmend, por po përsërisim, janë Ruta, Tamara, Rahaba dhe Becabea. Ta lexojmë tani pjesën e parë që kemi parapar për sot, fillimin e librit të Rutës.
Nga libri i Rutës, kapitulli 1, rreshtat 1 deri në 10. Në kohën e gjyqtarëve u bë zibuke në vend. Një njeri prej Betlehemit të Judës shkoi për të jetuar me gruan e me 2 djemt në dheun e Moabit. Ky njeri quhej Elimelek. Gruaja Noemi dhe 2 djemt e tij quheshin njëri Mahalon e tjetri Kelion. Ishin efrataj për Betlehemit të Judës. Kur arritën në vendin e Moabit, aty zun vend. Vdeq Elimeleku, burri i Noemis. Beti kështu ajo me 2 djemt. Këta u martuan me vajza Moabite. Njëra quhej Orf e tjetra Rut. Jetuan atë vend rreth 10 vjet. Vdeqën të 2, Mahaloni e Kelioni. Beti gjallë gruaja pa djemt e pa burrin. Atëherë, ajo u bë gati për të kthyer prej dheut të Moabit në atë dhë me të 2 rejat. Kishte dëgjuar se Zoti e kishte parë popullin e saj dhe se u kishte dhënë drithra. Doli prej dheut të mërgimit të vend me të 2 rejat e veta dhe si doli në rrugë për të kthyer në tokën e Judës, u tha: Shkoni në shtëpitë e nënave tuaja. Zoti pas të dhëmbje për ju, siç u dëftuat edhe ju të dhëmshme me të vdekurit e me mua. E bëvd Zoti e gjetshi paqe në shtëpitë e burrave tuaja që do t'i keni fat, dhe u mor në ngryk me to. Ato filluan të qanin me zë të lartë e thanë: Duam të vim me ty te populli yt. Libri i Rutës ambientohet, si kurse lexuam, bime shëfota shoftim në hebraisht në kohën e gjyqtarëve. Epoka e tyre, siç e dim nga libri i gjyqtarëve, karakterizohet nga imoraliteti, apostazia, lufta civile, hasmërimi midis fisëve. Në këtë histori të keqe lexojmë këtë tregim shumë pozitiv. Rreshti i parë thotë se u bë zibuke në vend. Udhëtimi i familjes Elimelech nga Betlehem në Moab ka një ironi teologjike që shpjegon periudhën kur ambientohet tregimi. Emri Betlehem do të thotë shtëpia e bukës, me fjalë tjera furr buket. Shtëpia e bukës fjalë për fjalë. Bet do të thonë shtëpi, Lehem është bukë. Por pikrisht nga kjo shtëpi e bukës, familja detyrohet të largohet sepse kishte zi buket. Mungesa e ushqimit sipas ligjit të Mojsiut është shenjë e largimit nga Zoti. Levitiku kapitulli 26 rreshtat 19 deri 20 shkruajnë kështu: Do ta përul madhështin e kryenërçësisë tuaj, hekur do ta bëj qiellin përmi ju e tokën bronz, kot do të shkoj fuqia juaj, toka s'do t'jap prodhime e pemt nuk do t'japin fryta. Ligji për 38, 23, 24. Qielli që është mbi kokën tënde do të bëhet i bronzët, kurse toka që shkel me këmbë e hekurt. Zoti do ta kthej shiun e tokës satën e pluhur, hi do të bjerë prej qiellit mbi kokën tënde, derisa të zhdukesh prej faqes së dheut. Këto 2 citime, paralel në fakt, janë shumë të rrepta, ambientohen në kontekstin e bisedës mbi mosbindjen e Izraelit. Zia e bukës, pra, mungesa e ndrithit e shenjë se populli nuk është bind Zotit. Për herë të parë në shpjegimet tona do të studiojmë domethënien e emrave të personazheve të tregimit, sepse kjo domethënie jep tregimit një kuptim të veçantë. Elimelech e kishte emrin plaku, domethënë Zoti im është mbret. Ky lloj emri quhet teoforik sepse përmban në vete emrin e Zotit. Është rast ironik, ky njeri që ka emrin Zoti është mbreti tregon se Zoti në fakt nuk ishte i pranuar si mbret në Izrael, ai vdes në tokë të huaj pa trashëgimtar. Naomi gruaja e tij, ky emër do të thotë e dashura ime, gëzimi im. Naem do të thonë i këndshëm, i ëmbël. Kur do të bëhet vejush, e shkatruar krejtësisht pasi që do t'i vdes burri dhe të 2 djemt, ajo s'do t'i jetë më kënaqur me emrin e vet Naomi, sepse sipas saj nuk tregon të vërtetën. Kërkon t'i ndrohet emrin e Mar'a, që do të thonë e illt. Kështu është e përkthyer te Bibla në shqip, kapitulli 1, rreshti 20. Ajo u thoshte, reja vetveta patjetër, mos më thirrni Naomi e bukura, por Mar'a e mjera, sepse i gjithë pushtetshmi më mbushi me mjerim të madh. Këto rreshta tregojnë se sipas autorit biblik, emri i personit tregon edhe të vërteta, ndonjëherë për të, ndonjëherë të vërteta të përgjithshme. Djali i madh, Mahlon, vjen nga rrënja Khala, që do të thonë smundje, dobësi. Tregon ky emër arsyen e vdekjes së tij, por tregon edhe situatën e përgjithshme të shoqërisë në Izrael. Ishte një shoqëri e smur. Kilion, vllai i tij, vllai tjetër,
Vjen prej rënjes kala, që do më thonë shkatrim, do më thonë zhdukje. Kjo shpjegon fatin e tij të familjes së tij, por edhe të Izraelit. Do ta shohim mrekulli ndodh kur kjo familje shpëton. Vetëm mrekullisht shpëton Izraeli. Emrat e bijve pra janë thuajse akronime të fatit të familjes, sëmundje dhe shkatrim. Kurse emri i babës tregon një nevojë urgjente që Zoti në Izrael të pranohet për mret. Zoti është mret, Elimelech. Te kreshti 2 kjo familje identifikohet me Efratim, ishin pra nga Efrata. Efrata është emër i vjetër i Betlehemit, sikur se lexojmë tek libri Zanafils, kapitulli 35, rreth 19 e në shumë raste tjera. Lidhet me fisin e Judës pra, origjina e familjes ishte fisnike. Vendi ku shkojnë për të gjetë buk ishte Moabi, ishte përtej lumit Jordan dhe detit të vdekur. Sot në Jordani, praktikisht nga ana e hapësirës jo tepër shumë larg. Rreshta 35 tregojnë për vdekjen e plakut dhe të 2 djemve, nuk tregohet arsyeja e vdekjes së tyre, thot tregimi se gruaja mbeti pa 2 djem dhe pa burr, por nuk jep gjykime mbi arsyet. Lajmi është i frikshëm dhe ky është qëllimi i këtij lajmit. S'kishte kush me u dalë zot këtyre 3 grave, mbeten pa kur far forme mbrojtjeje sociale. Rreshta 6 dhe 7 thonë se Naomi dëgjoi se në Betlehem kishin ndryshuar punë, se tani ka buk dhe vendosi të kthej në vendin e vet, Efrata. Tregon teksti se Zoti e kishte pa popullin e vet. Folja hebraike pakad që përdoret tu, do më thonë zakonisht përkthehet me vizitu, do më thonë me u kujdes, por në esencë me u sjell mirë për dikën. Kjo folje përdoret për shembull tek libri Daljes kapitulli 3, rreth 16, kur tregon se Zoti e ka dëgjuar plithmen e izraelitëve në Egjipt. Pakati ethem. Një mend jam kujdes për ju, një mend ju kam vizituar, një mend kam treguar heset për ju, me fjalë tjera. Si kundër përgjigje e kësaj shprehje të Zotit pakati ethem, një mend ju kam vizituar, te kapitulli 4 rreth 30 tek libri Daljes pra jemi, thuhet se populli besoi, e morën vesh se Zoti i kishte parë bijtë e Izraelit dhe kishte parë mirimin e tyre dhe adhuruar me fytyrë për dhej. Kthimi i Noemit nuk është thjesht pra një kthim i shtyr prej levertis ose situatës, por është përgjigje ndaj ndërhyrjes së Zotit. Zoti e kishte parë popullin e vet. Naomi u thot rejave të saj të kthehen tek shtëpia e nënës, Bet Imah në hebraisht. Studiuesit kanë vrejtë se shprehja shtëpia e nënës shumë e rrallë në Bibël, e gjen vetëm 4 herë, këtu dhe tek Zanafila 24-28, edhe 2 herë tek Kënga e Këngëve, kapitulli 3 rreth 4, kapitulli 8 rreth 2. Përdoret shprehja shtëpia e babës dhe përdoret në kontekste martese. Ndoshta këtu thuhet shtëpia e nënës për të theksuar krizën që vinte prej faktit se burrat kishin vdekur, dhe nuk mund të përdorej termi shtëpia e babës, por edhe mund të përdorej sepse teorikisht ata babën mund ta kishin gjallë. Por duke thënë shtëpia e nënës, ideja ishte se ato do të shkonin tek nëna e tyre, e cila do të kujdesej që ato të martoheshin. Ruta për këtë u jep leje të dyjave dhe këtë u uron, kështu lexojmë tek Ruta 8:1-9. U tha, shkoni në shtëpinë e nënave tuaja, Zoti pas dhimbje për ju, siç u dëftuat edhe ju të dhimbshme me të vdekurit e me mua. E bëft Zoti e gjet shipaqe në shtëpinë e burrave tuaj, që do t'i keni fat. Ajo uron që Zoti të tregoj me to hesed, e kemi thënë, kjo fjalë përfshin besnikëri, dashuri, mirësi e shumë të mira tjera. Te kreshti 10 gjejmë deklaratën e parë të besnikërisë. Duam të vi me ty te populli yt, kështu thon ato të dyja. Para këtyre fjalëve teksti tregon se ato qanë, të 3 qanë, dhe kështu vendosen të rrinë me vjerën e vet. Nuk deshen ta lënë të shkoj vetëm Betlehem. Emri Rut nuk i dihet saktë etimologjia, ndoshta është zgjedh ky emër i rrallë për të theksuar se ishte emër i huaj. Gjithsesi janë dhënë 2 hipoteza të prejardhjes së këtij emri. Hipoteza e parë, e mujtur, është se vjen nga emri Rava, që në hebraisht do të thonë me ungjim me bukë për shembull. Nëse kjo është e vërtet, atëherë emri Rut tregon se Ruta është një person që të kënaqet me praninë e saj, të rri afër me mirësinë e saj. Pra, të ngjij. Mundësia tjetër që është propozuar është se emri Rut ta ketë prejardhjen prej emrit Rut, që do të thonë shoqëri, mirësi, miqësi, lidhje, ajo që është shoqe besnike. Nëse kjo është e vërtetë dhe ka shumë mundësi që të jetë e vërtetë, atëherë ka edhe shumë më shumë kuptim.
Ruta është një shoqe e mirë që rri besnike. Gruaja tjetër, kunata e Ruts, e kishte emrin Orfa. Emri i Orfa lidhet me rënjën Oref, që do më thonë qafa pas kokës, dhe mund të nënkuptojmë. Orpa është ajo që kthen shpinën, Orpa do të kthehet dhe do t'ja sjell shpinën edhe Ruts edhe Naomit. Por ligji i Mojsiut ndalon pra martesat me gratë e huaja. E kemi lexuar sa herë, mjafton të citojmë një pjesë, por mund të referojmë edhe shumë pjesëve tjera. Hetejt, Gergezejt, Amorejt, Kananejt, Farizejt, Hevejt e Jebusejt, 7 kombe shumë të mëdha në numër e me të forta se ti, e ti ke dorëzuar Zoti ty, hyji yt, goditi deri në shfarosje. Mos bëj marrëveshje me ta, mos ski mëshirë për ta, mos lidh me ta martesë. Vajzën tënde mos u jep bijve të tyre, dhe vajzën e tyre mos e merr për djalin tënd, sepse ajo do të ngashnjej djalin tënd të mos më ndjek mua, por të shërbej hyjnive të huaja, e atëherë do të ndizet flak zemrimi i Zotit kundër jush, dhe shpejt do t'ju qes fare. Reforma e Ezrës dhe e Nehemis kërkonte edhe ndarjen e martesave të përzjera. Martesave pra tashmë në akt, si duket Ruta ishte kundër këtij propozimi. Libri i Rutës, autori i librit të Rutës, duhet të shikohet a është besnike apo jo gruaja, jo a është hebreja apo jo. Dhe nëse gruaja është martuar në një familje hebreje, a i respekton dhe a i pranon traditat e familjes së vet, po ose jo. Kjo është esenca kryesore. Pra nga ana teologjike këto rreshta shfaqin gatishmërinë me pranu të hujin, sidomos nëpërmjet ushtrimit të mirësisë, hesed, duhet me u sjell mirë me gjithkend pa marrë parasysh kush është personi. E dyta se hesed ka përparësi ndaj ndarjeve në fise në klane, duhet me i ba mirë secilit njeri, duhet me bashku secilin njeri, duhet evitu ndarja, dhe përkatësia etnike ose fetare e personave nuk duhet të shndrohen në shkaqe për ndarje. Dhe e treta, provania hyjnore vepron në formë që nuk është e dukshme me njëherë me sy të lirë. I veçantë është fakti se Zoti nuk shfaqet drejt për drejt në asnjë prej këtyre rreshtave, sikurse kemi thënë. Nuk i duket kuj, nuk flet. Dhe e katërta, personazhi kryesor është një grua. Booz del si personazh vetëm te kapitulli 2, por edhe kur Booz del si personazh kryesor te kapitulli 2, Ruta mbetet personazhi kryesor i këtij tregimit. Libri i Rutës pra është një ndër librat e rrallë të shkrimit që theksojnë këtë provani të Zotit që i sjell Izraelit të mira përmes një gruaje. Raste tjera i kemi parë dhe i kemi përmendur, por nuk janë tepër shumë. Nga libri i Rutës, kapitullin e rreshtat 11 deri në 18. Por ajo u përgjigj: "Kthehuni bijat e mia. Pse doni të vini me mua? Pse? A do të kem më fëmijë nga krahurori im që të shpresoni se do të merrni më burr prej meje? Kthehuni, bijat e mia shkoni. Jam tepër e plakur e nuk jam më për martesë. Po dhe sikur të ngjizja sonte të lindja djem. Pse? A do të doni të prisnit e të mos martoheni derisa do të rriten ata? Mosni, ju lutem, bijat e mia, mosni. Unë jam tepër fatkeqe që të mund t'ju ndihmoj, sepse dora e Zotit është ngritur kundër meje." Prap ja filluan të qanin me zë të lartë. Orfa e puthi vjerën dhe u kthye, kurse Ruta nuk dëgjoi të ndahet prej vjerës. Atëherë Noemia i tha: "Çe, u kthye punata jote te populli i vet e te zotat e vet. Shko edhe ti me të." Ajo përgjigj: "Mos mu vër më që të lë e të shkoj. Ku do që të shkosh ti, do të vi edhe unë. Ku të jetosh ti, dua të jetoj edhe unë. Populli yt do të jetë populli im. Hyu yt do të jetë hyu im. Ai dhe që do të mbuloj ty kur të vdesësh, aty do të vdes edhe unë, e aty do të jetë vendi varrimit tim. Mi qof Zoti të gjithë të këqijat, nëse më ndon prej teje tjetër gjë përveç vdekjes." Kur pa Noemia se Ruta ishte e vendosur të shkoj me të, zdeshi më t'i kundërshtoj e as si mbush mendje të kthehet te të vetët. Pas kësaj deklarate të përbashkët të dy nuseve, Naomi mundohet t'ja mbush mendjen të shkojnë, dhe për këtë përdor një argument juridik që e kemi përmendur tashmë.
ligjin e leviratit. Sipas saj, ato do ta kishin për detyrë të qëndrojnë, por sikurse ajo të kishte një djalë ose dike që t'ua propozoj për burr, dhe ky dikush duhet të ishte ndonjë kushëri shumë i afërt ose sado qoftë i afërt i djembe të saj, mirëpo ajo nuk kujtohej se kishte dikë. Zoti sipas saj e kishte dënuar shumë. Vdekjen e djembe të saj ajo e konsideronte si një fatkeqësi shumë e madhe, dhe objektivisht ishte fatkeqësi shumë e madhe. Ne nuk e dim se pse ka ndodhur kjo vdekje, por është fakt. Naomi i donte shumë rejet e saja. Ato kishin të drejtë të shkonin në shtëpijet e veta, ishin të reja, mund të martoheshin. Nuk kishte asnjë arsye pse ato të rinin me të, edhe nëse qëndrimi i tyre me Naomin do të ishte në fakt për levërti të Naomit, pikrisht për këtë dashuri që kishte për rejat e veta. Ajo i la të lira të shkojnë në shtëpijat e tyre, në shtëpijat e nënave të tyre. Reshti 14 tregon se Orpa u bind, ajo e puthi vjerën dhe shkoj, kurse Ruta u kap pas saj. Fakti se Ruta kapet pas saj shpjegohet me foljen Davak, folje që tashmë e kemi shpjeguar kur kemi shpjeguar librin e numrave, librin e Levitikut. Davak do më thonë me u kap, me u njit, është mënyra se si njeriu do të kapet ose do të njitet për Zotin. Në atë mënyrë Ruta kapet për vjerën e vet Naomin. Është pra një shprehje bashkimit të plot e dashurisë absolute, e dëshirës të qëndroj besnike plakës së vet që e donte shumë. Fakti se Orpa shkoi nuk është një shenjë keqe. Ajo shkoi sepse kishte të drejtë të shkojë. Ajo shkoi sepse në fakt ju bind vjerës së vet. Nuk është pra për t'u dënuar Orpa. Naomi bëri shumë më shumë se kërkohej prej saj. Naomi vendosi që të qëndroj bashkë me vjerën e vet, edhe pse faktikisht nuk e kishte për detyrë. Ajo kërkon të bëj me tepër se kërkohet prej saj. Ne që kemi lexuar Ungjillin edhe e kemi kuptuar një fije mësimin e Jezu Krishtit, kuptojmë se çfarë Jezusi edhe kërkon që ne të bëjmë shumë më shumë se kërkohet prej nesh. Jo thjesht të zbatojmë ligjet, por të zbatojmë me gjëzemër dhe të bëjmë edhe me tepër se sa e parasheh ligji. Asnjë ligj faktikisht nuk parasheh gjithçka. Njeriu do të mundohet të bëjë më shumë se sa parasheh ligji në aplikimin e tij. Në rreshtat 16-17 lexojmë një prej pjesëve ndoshta më emotive të krejt shkrimit shenjtë. Është një prej pjesëve sigurisht më të bukur të librit të Rutës. Është momenti kur Ruta i përgjigjet plakës së vet Naomit. I thot kështu: "Mos mu ver që të lë e të shkoj. Kudo që të shkosh ti, do të vijë edhe unë. Ku të jetosh ti, duhet të jetoj edhe unë. Populli yt do të jetë populli im. Hyji yt do të jetë hyji im. Ai dhe që do të muloj ty kur të vdesësh, aty do të vdes edhe unë, e aty do të jetë vendi i varrimit tim. Mi qoft Zoti të gjithat këqijat nëse më ndan prej teje tjetër gjë përveç vdekjes." Struktura e këtyre fjalëve është poetike, gjejmë paralelizma progresiv, gjejmë pra temën e udhëtimit fizik drejt vdekjes, prej këtij momentit e deri në vdekje. Unë e kam në mend të jem me ty, por gjejmë këto edhe tema sociale, flet për popullin, edhe tema fetare, flet për Zotin. Secili rresht, secila fjalë këtu shton nga një element të rëndësishëm teologjiko-biblik. Pra, hyji yt do të jetë hyji im. Kjo është një marrëveshje e shprehur në mënyrë të qartë. Ruta nuk merr përsipër thjesht të bëhet antare e kulturës së Noemit, por edhe antare e kultit të Noemit. Ajo dëshiron që Zoti i Izraelit të bëhet edhe Zoti i saj personal, edhe pse nuk ishte izraeliane, por ishte moabite. Kjo gjë e bën Ruten një figurë shembullore të kthimit ka Zoti, një paradigmë e kthimit ka Zoti. Ajo nuk vendoset të bëhet hebreje sepse kishte një privilegj etnik ose ligjor, por kishte një dashuri besnike ndaj Zotit të Izraelit, e cila dashuri besnike ndaj Zotit të Izraelit vinte nëpërmjet një personit konkret që ishte vjera e saj që e donte shumë. Tregon rreshti 18 se Naomi e pa se Ruta kishte vendosur dhe nuk foli asnjë fjalë. Heshtja ishte domethënë se sa fjalë. Ajo nuk e falenderon, nuk shpreh kurfar gëzimit, nuk shpreh as dashuri, thjesht pranon vendimin e saj.
Tregon dy gjëra kjo heshtje: e para respektin për vendosmërinë e për vendimin që kishte marrë Ruta, dhe e dyta ndoshta se ajo nuk ishte as në gjendje të tregoj gëzim ose hare, sepse gjendja e saj shpirtërore nuk ishte as pak e gëzueshme as e hareshme. Pastaj, kthimi në Betlehem është një fjalë goje. Ku do të shkonte ajo në Betlehem me këtë re kaq të re, me këtë vajzë të huaj, me këtë antare të popullit tjetër? A do ta keq trajtonin? A do t'i keq trajtonin të dyja? Kush do të kujdesej për to? Përfundimisht duam të theksojmë edhe një element tjetër teologjik që e gjejmë në sfond të këtij tregimi. Faktikisht ne gjejmë një të huaj, një moabite, që tregon hesed, dhe tregon hesed ndoshta më shumë se shumë izraelian të kohës. Është ndoshta një tregim ironik, një tregim se si prej një të huaj mund të mësohet më shumë se sa prej antarëve të popullit të Zotit. E gjejmë këtë motiv disa herë edhe në Beslidhen e Re. Jezusi shumë herë lavdron të huajt më shumë se sa izraeliant, kur të huajt e pranojnë mësimin e tij dhe të vetet nuk e pranojnë. Një prej veseve kryesore që ekziston pra është një farë krenarie fetare, mendimi se personi mund të jetë më fetar se tjerët, ose se një grup personash mund të jetë më fetar se një grup personash tjerë, ose se një komb është më fetar se një komb tjetër, ose se antarët e një besimi janë më fetar se antarët e një besimi tjetër. Tema e besimit në Zotit është një çështje që vetëm Zoti sheh, vetëm ai e gjykon dhe vetëm ai e di se sa njeriu një mend beson në të. Nga libri i Rutës, kapitulli 2, rreshtat 8 deri në 13. Atëherë Bozi i tha Rutës: "Dëgjoj bi, mos shko të mbledhësh kallëza në ara të tjera dhe mos ju ndaj këtij vendi, por qëndro pas vajzave të mia. Vër mendjen, ku të shkojnë ato që të korrin, shko dhe ti pas tyre. Unë urdhërova djelmoshave të mos rrezoj kush. Kur të marr etja, shkoj pi ujë prej rëshiqave që t'i kanë mbushur djelmoshat." Ajo atëherë ra me fytyrë për dhe, u përkull me nderim e tha: "Nga e kam këtë nder që të gjej hir para syve të tu e të kujdesesh për mua, që jam një grua prej një vendi të huaj?" Por ai ju përgjigj: "Më kanë treguar gjithçka ke bërë për vjerën tënde pas vdekjes së burrit tënd, dhe si ke lënë prindrit e tu e vendin ku ke lindur, dhe ke ardhur në një popull që nuk e ke njohur më parë. Të shpërblef Zoti për veprën që ke bërë, e marrë shpërblimin e plot prej Zotit, hyju të Izraelit, tek i cili erdhe dhe nën kratë të cilit u strehove." Ajo tha: "O, sikur ti pëlqeja gjithmonë syve të tuaj, Zot, ti më ngushëllove dhe i dhe guxim shërptore sate. Megjithse, nuk jam as si cila do ndër shërptorët të tua." Kemi lexuar pra këtë pjesë prej kapitullit të 2 të librit të Rutës dhe siç kemi thënë, në këtë kapitull na del në skenë personazhi tjetër i këtij tregimit. Është fjala për këtë Boaz, i cili ishte një kushri shumë i lartë i Elimelech. Tregimi e përshkruan si Ish Gibor Khail, e kemi thënë një herë, një njeri që ishte një trim i fortë. Këtu shprehja trim i fortë, sikurse e kemi shpjeguar kur kemi shpjeguar gjyqtarët, shprehja Gibor Khail nuk përshkruan gjithmonë dikë që është i fortë nga ana ushtarake ose nga ana fizike, por i fortë nga ana e karakterit, nga ana morale, njeri i fortë, njeri i vërtet, njeri me karakter. Kur shkojnë në Betlehem dy gratë, Naomi kujtohet se Boaz ishte një kushri shumë i lartë i burrit të saj. Ajo atëherë e këshillon ren të shkoj pikrisht tek fushat e tia dhe atje të mbledh elbin. Sikurse e kemi thënë, ishte tradit që kur kortarët të mbledhin elbin ose grurin ose cilin do dridh tjetër, kallinjt që binin nëpër tokë, pra që kortarët nuk ishin në gjendje t'i marrin, do të rrinë aty në tokë, sepse ndoshta mund vinë ndonjë i varfër ose dikush që ka nevojë dhe t'i marrë për nevojat e veta. Kështu Naomi e këshillon Ruten që të shkoj pikrisht në fushat, në tokat e Boazit dhe aty t'i mbledh këto kallinj që kortarëve do t'u bien për tokë dhe ata nuk do t'i marrin, por do t'i lënë aty pikrisht për persona sikurse Ruta që kishte nevojë
të mbledh dhe të haj. Kortar detyrohen t'i lanë nëpër tokë sipas normave që parasheh Libri Levitikut, kapitulli 19, rreshtat 9 deri në 10, gjithashtu dhe kapitulli 23, rreshti 22, edhe Ligji për Trir, kapitulli 24, rreshti 19. Pra, takimi i parë i Boozit me Rutën ndodh brenda këtij kuadrit ligjor të mbrojtjes sociale, një detaj që autori e ka vendosur këtu në tregim me shumë kujdes. Booz e sheh Rutën se po mbledh kallit, e sheh dhe pyet kush është ajo. Rreshtat 8 deri në 9 tregojnë se Boozi i drejtohet Rutës me këto fjalë: Dëgjoj bi, mos shko të mbledhësh kallza në ara tjera dhe mos ju ndaj këtij vendi, por qëndro pas vajzave të mia. Përmendjen ku të shkojnë ato që të korrin, shko dhe ti pas tyre. Unë urdhërova djelmoçave të mos trazojnë kush. Kur të marr etja, shko e pi ujë prej rrshiqeve që ti kenë mushur djelmoçat. Pra, i drejtohet asaj me formen biti, vajza ime, dhe kjo është e rëndësishme. Boozi ishte shumë më i vjetër se Ruta, kishte dje me vajza. Fakti se ai i drejtohet Rutës me shprehjen biti, vajza ime, do më thonë se e konsideron si një prej bijave të tia. Ishte një nuse e shtëpisë e tij, edhe pse një nuse e një kushirit të tij shumë të largët. Fakti se ai e konsideron Rutën si vajzën e tij, do më thonë se ky element i vështirësisë sociale në të cilën ndodheshin këto dy gra, dal nga dal po korrigjohej. Boozi po e konsideron Rutën si vajzën e vet. Boozi do të kujdeset për këto dy gra. Tregon rreshti 10 se Ruta ra me fytyrë për dhe, u përkul me nderim e tha: nga e kam këtë nder që të gjej hir para syve të tu, e të kujdesesh për mua që jam një grua për një vendi të huaj. Kemi këtu dy elemente tek përgjigjja e saj. E para, ajo e dinte se nuk e meritonte kujdesin e Boozit sepse ishte moabite, por në të njëjtën kohë tregon edhe për vujtëri absolute, tregon një përulje. Në një mënyrë krejtësisht të përvojtur, ajo shpreh falënderimin këtij njeriu të mirë për mirësinë që po ja tregonte. Mirë po, skenari i këtij tregimi vazhdon të bëhet gjithmonë më i pasur, tregimi bëhet gjithmonë më i bukur. Tregimi nënkupton se Boozi ndërkohë është interesuar për këtë grua të huaj. Kush do t'jetë kjo që vjen në arën e tij dhe mbledh kalli dhe sillet kaq mirë dhe është kaq e përvojt dhe është kaq e sjellshme? Tregojnë pra rreshtat 11 deri në 12 se Boozi tashmë e dinte mirë kush ishte Ruta. Thonë këto dy rreshta kështu: ai u përgjigj: më kanë treguar gjithçka ke bërë për vjerrën tënde pas vdekjes së burrit tënd, dhe si i ke lënë prindrit e tu e vendin ku ke lindur, dhe ke ardhur në një popull që nuk e ke njohur më parë. Të shpërblev Zoti për veprën që ke bërë, e marr shpërblimin e plot prej Zotit, hyjt e Izraelit, tek i cili erdhe dhe në krahët e të cilit u strehove. Boozi pra ka një informacion, dikush i ka treguar, por ajo që ai ka kuptuar prej saj se ajo kishte treguar hesed për vjerën në vet dhe se Zoti po tregon hesed për të konkretisht. Kësaj herë Zoti po tregon hesed për të konkretisht nëpërmjet Boozit. Nëpërmjet plakës së saj, Zoti kishte treguar një hesed të veçantë. Ajo ishte bërë besimtaren e të, kishte pranuar hyrjen e Izraelit. Nëpërmjet Boozit, Zoti po tregon një hesed të tipi tjetër. Ruta tani do t'i jap trashëgimtar burrit të vet. Boozi i tregon Rutës se kishte bërë një vepër shumë të mirë. Vepra e mirë që kishte bërë ishte patjetër se i kishte qëndruar besnike vjerrës, por kishte bërë diçka edhe më të mirë, se ishte strehuar në krahët e hyjt e Izraelit dhe se e kishte pranuar krejtësisht Zotin e tyre. Këto fjalë nga shryese të Boozit nuk ja rrisin mendjen Rutës. Ajo i përgjigjet atij të rreshtit 13 me këto fjalë: o sikur tu pëlqeja gjithmonë syve të tu, im Zot. Ti më ngushëllove dhe dhe guxim shërbëtore sate, megjithse nuk jam as si cila do ndër shërbëtoret e tua. Ruta në të njëjtën kohë shpreh edhe falënderim edhe distancë. Ajo insiston në faktin se nuk është si asnjë prej shërbëtorëve tjera. Herën e ardhshme do të vazhdojmë të lexojmë tregimin, do ta shohim se si Rutës do t'i lind djali nëpërmjet Boozit, por këtu do të theksojmë vetëm një element teologjik të rëndësishëm. Vetëm përvojtria sjell hirin e Zotit, jo arroganca, jo mendja madhe, përvojtria, përulësia. Nëse ndonjë pyetje shtrohet se si vjen hiri i Zotit dhe si do të pranohet, përgjigjja është mjaft e qartë, mjaft e saktë dhe e shkurtë.
vetëm nëpërmjet përvojtrisë. Hiri i Zotit dhe provania e tij janë këto gjithmonë. Zoti nuk e le gjithmonë bijt e bijat e tia pa pranitë e tij. Por për ta pranuar këtë hir, njeriu ka nevojë të madhe të jetë i përvojt. Sikurse do ta shohim, edhe Boozi është plot me hirin e Zotit. Ka gjithçka në shtëpitë e vet, ka familje dhe ka pasuri. Ai nuk ka nevojë që të martohet edhe një herë, të ketë edhe fëmijë tjerë. E bën këtë për të zbatuar ligjin, por e bën këtë sidomos sepse është plot me dashuri. Kjo veprimtari e Boozit nuk është thjesht një veprimtari me të cilën shprehet një dashuri subjektive personale, është një përvojtri shumë e thellë që ai tregon duke pranuar për grua të veten, këtë grua të huaj, nusen e një kushiri shumë të largët që kishte vdekur dhe që ndoshta asnjëherë nuk e kishte në një vend shumë të largët. Disa herë kemi thënë se Zoti nuk flet në këto tregime, por ne mund të themi se flet. Ai nuk flet me gojë, por flet nëpërmjet mirësisë dhe bujarisë së njerëzve. Libri i Rutës është një nga veprat më të bukura teologjike të beslidhjes së vjetër. Edhe pse i shkurtër dhe i ndërtuar mbi ngjarje të përditshme familjare, ky libër zon një vend të veçantë në historinë e shpëtimit, sepse zbulon mënyrën se si Zoti vepron në heshtje në jetën e njerëzve dhe e realizon planin e tij përmes ngjarjeve që në pamje të parë duken krejt të zakonshme. Ndryshe nga librat historik që tregojnë luftra, mbretëri dhe ngjarje të mëdha politike, libri i Rutës përqendrohet te historia e dy vejushave, e varfërisë, e emigrimit dhe e marrëdhënieve familjare. Pikërisht përmes kësaj historie të thjeshtë, autori dëshiron të zbulojë një të vërtetë të madhe. Zoti i beslidhjes nuk e braktis kur popullin e tij, por vazhdon ta udhëheqë historinë edhe kur prania e tij duket e fshehur. Biblistët katolik të The Navar Bible theksojnë se librat historik të beslidhjes së vjetër duhet të lexohen si një interpretim teologjik i historisë, sepse ngjarjet njerëzore bëhen vend i zbulimit të besnikërisë së Zotit ndaj premtimeve të tij. Edhe libri i Rutës duhet lexuar në këtë mënyrë. Në të nuk shohim mrekulli të jashtëzakonshme, por zbulojmë Zotin që vepron në heshtje përmes besnikërisë njerëzore, përmes dashurisë, mikpritjes dhe përkujdesjes ndaj të dobtit. Tri tekstet të zgjedhura na paraqesin tri dimensione të rëndësishme të fytyrës së Zotit. Në kapitullin e parë shohim hyjin që mbetet besnik edhe në kohën e vuajtjes dhe të humbjes. Në deklaratën e Rutës zbulojmë Zotin që i hap dyert e beslidhjes edhe të huajit dhe thret njeriu në një akt besimi. Në takimin me Boozin, takojmë Zotin e mëshirës dhe të mikpritjes, i cili mbron të huajin dhe përgatit në heshtje historinë e ardhjes së Mesisë. Në beslidhjen e re, këto ngjarje marrin një kuptim edhe më të thellë, sepse gjejnë përmbushjen e tyre në Jezu Krishtin, në të cilin të gjithë popujt thirrën të bëhen pjesë e popullit të Zotit. Teksti i parë i librit të Rutës hapet me një atmosferë vuajtjeje dhe pasigurie. Autori na vendos në kohën e gjyqtarëve, një periudhë e karakterizuar nga paqëndrueshmëria politike dhe fetare, ku Izraeli kalonte vazhdimisht nga besnikëria në mosbesnikëri ndaj beslidhjes. Pikërisht në këtë kohë shpërthen një zi buke në Betlehem. Vetë emri Betlehem, shtëpia e bukës, krijon një paradoks të fortë teologjik. Vendi i begatisë bëhet vend i mungesës. Uria nuk është vetëm një problem ekonomik, por shpesh herë bëhet simbol i brishtësisë njerëzore dhe i varësisë së plotë nga Zoti. Përballë kësaj situate, Elimeleku vendos të largohet nga toka e Judës dhe të migrojë në Moab bashkë me Noemin dhe dy djemtë e tij. Në të gjithë beslidhjen e vjetër, largimi nga toka e premtuar është gjithmonë një ngjarje e mbushur me domethënie teologjike. Toka nuk e përfaqësonte një territor gjeografik, por ishte shenja konkrete e beslidhjes dhe e pranisë së Zotit në mesin e popullit të tij. Largimi nga toka e premtuar nënkuptonte hyrje në një hapësirë pasigurie,
ku gjithçka duhej vendosur sërish në duart e Zotit. Mirë po Moabi, që në sytë e familjes së Elimelekut dukej si vendi i shpëtimit, shndërrohet në vendin e humbjes. Brenda pak vargjeve, autori përshkrua një tragjedi të trefisht. Vdes Elimeleku, pastaj vdesin edhe Mahalon e Kelion. Noemia mbetet e ve, pa bashkëshort dhe pa fëmijë. Në mendsinë e Izraelit të lashtë, kjo gjendje përfaqësonte një varfëri ekonomike dhe një humbje të identitetit dhe të së ardhmës. Një grua e ve, pa trashëgimtar, ishte ndër personat më të pambrojtur të shoqërisë. Megjithatë, pikërisht këtu fillon të zbulohet mesazhi më i thellë i librit. Në asnjë moment autori nuk e paraqet Zotin si të larguar apo indiferent. Përkundrazi, sipas Navar Bible, i gjithë libri dëshmon për kujdesin atëror të Zotit, i cili vepron vazhdimisht pas ngjarjeve që në dukje duken krejt zakonshme. Nuk ka mrekulli të jashtëzakonshme, nuk ka shfaqje të drejtë për drejta hynore, por provania e Zotit udhëheq historinë në heshtje. Kjo përvojë e Noemis na kujton përvojën e Jobit, edhe ai humbet gjithçka dhe përjeton heshtjen e Zotit. Na kujton gjithashtu përvojën e Abrahamit, i cili për shkak të urisë zbret në Egjipt, si dhe historinë e Izraelit në shkretë e tir, ku populli duhet të mësojë se jeta e tij nuk varet vetëm nga buka, por nga besnikëria e Zotit. Në këtë tekst zbulohet një e vërtetë e madhe për Zotin. Ai nuk është Zot që e kursen njeriu nga vuajtja, por Zoti që ecën me të në përvuajtje dhe e shndron atë në fillimin e një historie të re. Papa Benedikti XVI shkruante se hyn në histori njerëzore dhe e drejton atë nga brenda, edhe kur prania e tij duket e fshehur. Pikërisht këtë e përjeton Noemia. Ky tekst ka një rëndësi të veçantë dhe për kohën tonë në të cilën ne jetojmë. Shoqëria bashkëkohore një emigrimin, pasigurinë ekonomike, humbjen e njerëzve të dashur dhe vetmin. Shumë njerëz e përjetojnë atë që përjetoi Noemia, ndjenjen se gjithçka ka marrë fund. Fjala e Zotit na kujton se asnjë situatë njerëzore nuk është jashtë veprimit të provanisë hynore. Edhe në momentet kur Zoti duket i heshtur, ai vazhdon ta udhëheqë historinë drejt shpëtimit. Secili nga ne jemi të ftuar të mësojmë ta dallojmë praninë e tij pikërisht në ngjarjet e zakonshme dhe në sprovat e jetës. Teksti i dytë përbën zemrën teologjike të librit të Rutës. Pas humbjeve të mëdha, Noemia vendos të kthehet në Betlehem dhe u kërkon 2 rejave të saj të rikthehen në shtëpitë e tyre. Në aspektin njerëzor, kërkesa e saj është e kuptueshme. Ajo nuk ka më asgjë për t'u ofruar, as siguri, as trashëgimtar, as të ardhme. Në këtë moment ertë, Ruta shqipton një nga deklaratat më të bukura të besimit. Populli yt do të jetë populli im, dhe hyi yt do të jetë hyi im. Këto fjalë nuk janë vetëm shprehje dashurisë familjare, por janë akt i vërtet konvertimi dhe një hyrje e lirë në beslidhje me hyin e Izraelit. Navar Bible thekson se Ruta zgjodhi Zotin për hyn e saj dhe e vuri jetën e saj nën krahët e tij, duke lënë vendin dhe familjen e saj me një besim të jashtëzakonshëm. Figura e Rutës është teologjikisht shumë domethënëse. Ajo është Moabite, pra një e huaj. Në kohën pas smërgimit Babilonas, kur po ndërtoheshin mure ndarjeje ndërmjet hebrejve dhe popujve të tjerë, libri i Rutës kujton se historia e shpëtimit nuk është e mbyllur ndaj kombeve të tjera. Pikërisht një grua e huaj bëhet stërgjyshja e Davidit dhe hyn në gjenealogjinë e Mesis. Në këtë kuptim, Ruta na kujton Abrahamin, ashtu si patriarku u largua nga vendi i tij, duke u mbështetur vetëm në premtimin e Zotit. Ashtu edhe Ruta lë popullin, kulturën dhe sigurinë e saj për të ecur drejt një të ardhmeje të panjohur. Besimi i saj nuk është një teori, por një vendim konkret dhe një dorëzim i plot në duart e Zotit. Shëmpali do të shpall më vonë se në Krishtin nuk ka më hebre e pagan.
sepse të gjithë i janë thirrur të bëhen një popull i vetëm në Zotin. Në këtë tekst zbulohet një Zot që nuk mbyllet brenda kufive etnik dhe kulturor. Ai është Zot i të gjitha kombeve, i cili sheh zemrën e njeriut dhe shpërblen besnikrinë e tij. Për këtë arsye, Papa Francesku e ka quajtur kishën shtëpi me dyert të hapura, e thirrur të mirëpres të gjithë ata që kërkojnë Zotin. Ky tekst është mjaft aktual edhe për kohën në të cilën ne jetojmë, sepse bota moderne karakterizohet nga lëvizjet e migrimit, nga frika ndaj të huajit dhe nga more të ndryshme të ndërtuara ndërmjet njerëzve. Historia e Rutës na kujton se Zoti mund të veprojë edhe përmes atyre që konsiderohen të huaj. Besimi nuk matet me përkatësinë etnike, por me besnikërinë ndaj Zotit. Për të gjithë ne, Ruta mbetet modeli i besimit të guximshëm, i dashurisë së qëndrueshme dhe i aftësisë për t'i besuar Zotit, edhe kur e ardhmja mbetet e qartë. Ndërsa teksti i tretë na çon në arat e Betlehemit. Pas mbërritjes së saj në Jud, Ruta shkon të mbledh kallin pas korësve, duke përfituar nga një dispozit e ligjit të Mojsiut, që urdhëronte të mos mblidhej çdo kokër gruri, në mënyrë që të huajt, vejushat e të varfrit të kishin mundësi të ushqeheshin. Në këtë detaj të vogël, zbulohet një aspekt i rëndësishëm i fytyrës së Zotit. Ligji i Izraelit nuk ishte thjesht një sistem normash juridike, por shprehje e kujdesit të Zotit për më të dobtit. Të huajt, vejushat dhe jetimet zinin një vend të privilegjuar në zemrën e Zotit, dhe populli i beslidhjes duhej ta pasqyronte këtë kujdes në jetën e përditshme. Në këtë kontekst shfaqet Boozi. Ai nuk e trajton Rutën si një të huaj të padëshiruar, por e mirëpret, e mbron dhe kujdeset për të. Ai bëhet instrument i provanisë hyjnore. Në Avar Bible vëren se fakti që Ruta ndodhet pikërisht në arën e Boozit nuk është një rastësi e zakonshme, por është një shenjë kujdesi të fshehtë të Zotit, i cili drejton ngjarjet e jetës në mënyrë të padukshme. Kulmi i krejt këtij teksti gjendet në fjalët e Boozit. Të shpërbleft të Zoti, nën krahët të cilit erdhe dhe u strehove. Në Bibël, imazhi i krahëve të Zotit është një simbol i dashurisë, mbrojtjes dhe përkujdesjes së tij. Në Avar Bible e përshkruan këtë figurë si një mënyrë poetike për të shprehur butësinë me të cilën Zoti kujdeset për ata që kërkojnë strehim tek ai. Etrit e kishës e kanë parë Boozin si një figurë të Krishtit. Ashtu si Boozi mirëpret të huajin dhe siguron bukë e mbrojtje, edhe Krishti mirëpret mëkatarët dhe të përjashtuarit dhe u jep vend në familjen e hyjit. Ashtu si Ruta gjen strehim nën krahët të Zotit, edhe kisha bëhet vendi ku çdo njeri gjen mbrojtje, falje dhe shpresë. Në një botë ku shumë njerëz përjetojnë përjashtim, vetmi dhe mungesë dinjiteti, bashkësia e krishterë është e thirrur të bëhet shenjë mikpritjes së Zotit. Kisha duhet të jetë vendi ku i huaj gjen familje, i varfër gjen dinjitet dhe i plagosur gjen shpresë. Ashtu si Boozi u bë instrument i kujdesit hyjnor për Rutën, edhe çdo i krishterë është i thirrur të bëhet instrument i mëshirës së Zotit në mesin e botës. Në fund, ky tekst na kujton se provania e Zotit vepron përmes njerëzve të zakonshëm dhe përmes gjesteve të vogla të mirësisë. Pikërisht nga ky takim i thjesht në arat e Betlehemit do të lind lindja davidike dhe përmes saj do të vijë Mesia. Kështu libri i Rutës na mëson se asnjë akt besnikërie, mikpritje dhe dashurie nuk është i parëndësishëm në sytë e Zotit, sepse ai vazhdon të ndërtojë historinë e shpëtimit përmes gjërave të vogla dhe përmes zemrave që i besojnë atij. Libri i Rutës zbulohet si një histori e vogël që fsheh një plan të madh shpëtimi. Zia e bukës në Betlehem, mërgimi i Noemis, besnikëria e jashtëzakonshme e Rutës dhe mikpritja e Boozit nuk janë ngjarje të veçuara, por janë hapa përmes të cilëve Zoti përgatit ardhjen e Mesisë. Betlehemi që në fillim paraqitet si vendi i urisë dhe i humbjes, bëhet vendi prej nga do të lind Davidi dhe në plotësinë e kohës Jezu Krishti, buka e jetës. Po ashtu figura e Rutës, një huaj që hyn në popullin e Zotit përmes besimit dhe besnikërisë, parafiguron kishën në përbërë nga të gjitha kombet,
e thirrur të bëhet pjesë e beslidhjes së re në Krishtin. Edhe Boozi me qëndrimin e tij të mëshirshëm dhe mbrojtës, paraqitet si një figurë e Krishtit shëlbues, i cili e mirëpret njerëzimin e plagosur nga mëkati, e mbledh nën krahet të dashurisë së tij dhe jep një trashëgimi të re si bij e bija të Zotit. Kështu e gjithë përmbajtja e librit të Rutës gjen përmbushjen e saj në Jezu Krishtin. Heshtja e Zotit shndrohet në fjalën e mishruar, humbja në shpresë, përjashtimi në bashkim dhe vdekja në jetë të re. Përmes Krishtit kuptojmë se provania hyjnore vepron edhe në ngjarjet më të zakonshme të jetës, dhe se asnjë vuajtje, besnikëria apo gjest dashurie nuk është i humbur në sytë e Zotit, sepse ai shëndron të gjithë në rrugë shpëtimi. Takimi i ardhshëm lexo Biblën me ne do të jetë i kushtuar kapitujve 3 dhe 4 të librit të Rutës. Për sot ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.